Fjalë të urta nga Aliu radiallahu anhu. Mos u gëzo për pasurinë që ke, por për veprat që ke bërë me të. Kush nuk ka turp, nuk ka fe, nuk ka din. Mos i gjyko njerëzit nga mëkatet e tyre të djeshme, sepse ata mund të jenë penduar sot. Durimi është nga besimi, si koka nga trupi. Nëse hiqet trupit koka, vdes, dhe nëse i hiqet besimit durimi, vdes edhe ai. Mos e përbuz askënd, sepse ndoshta ai është më i dashur te Zoti se sa ti. Gjuha është si luani, nëse e lëshon, mund të të shqyej. Miqësia vërtet provohet në kohë vështirësie. Ai që flet shumë, gabon shumë. Dituria pa veprim është si pema pa fryte. Mos e shfaq dhimbjen tënde çdo kujt. Disa kënaqen duke të parë të lënduar. Mos e humb një mik për një fjalë, por mos e ruaj një armik për një buzëqeshje. Zemra është shtëpia e sekreteve. Mos e bëj han për çdo njeri. Njeriu matet me moralin e tij, jo me pasurinë. Në heshtje ka mençuri për ata që mendojnë.